A mund na tregoni se cilat janë gabimet më të zakonshme që bëjnë pacientët, por edhe qytetarët në tërësi në lidhje me kujdesin ndaj lëkurës? Mua gabimi më i madh në fakt më duket kur marrin mendim nga interneti. Pra kërkojnë nga blogera ose nga persona jo të certifikuar, jo të arsimuar për problemin përkatës, le të themi. Ky më duket gabimi më i madh dhe më duket dhe një shpenzim që njerëzit në fakt nuk duhet t'ja lejojnë vetes. Nuk duhet të kërkoni ndihmë kur keni një problem të lëkurës. Jam shumë dakord nëse një blogger e del dhe thotë që ky krem bën shumë mirë, pavarësisht se t'jeni sigurt që ajo nuk e përdor për vete, por e ka për reklam, mund ta përdorni një krem, nuk përbën ndonjë risk të madh. Por nëse keni probleme me lëkurën, siç janë aknet, siç janë melazmat, siç mund të jenë problematika të tjera kur futen dhe sëmundjet, dhe të kërkoni mendime të tilla, më duket papjekuri, por më duket edhe një shpenzim shumë i pavlerë dhe i pavend.